Folur për këtë rezultat dhe lojën e kombëtares, kam nga sitë kolegun e Radio Tiranës, Ervin Baku. Baku, ku ne si të kemë në këtë bisedë, faleminderit që u bashkove. Si u duk ndeshja? Përshëndetje, mirë se gjeta. Dëgjoj, ndeshja patjetër është një ndeshje, domethënë kishte diçka shumë gjëra pozitive në këndvështrimin tim. E para ishte një ndeshje me një kundërshtar shumë të dobët, sepse Andorra nuk na gjuajti asnjëherë në port. Më vjen mirë se kombëtarja e realizoi atë që e kishte si detyrim përcaktim, për të qëndruar në garë, patjetër që ne për të realizuar atë ëndrrën tonë, ne duhet kemi 12 pikë me Andorrën dhe me Letoninë, dhe pastaj në përballjen direkte me Serbinë. Pati diçka shumë pozitive është rikthimi i Brojës, i cili unë e pash të luaj, të kënaqet, të argëtohet. Pra është një Broj altruist, pra që u vu në shërbim çorve. Kujtoj këtu asistin e golit të dytë për Rein Manajn. Pash që për herë të parë Silvinho ul në stol ata që ai mendon që duhet ule në stol, pra nuk ka më të paprekshëm në kombëtare. Pash një Julian Shehu që më ka lënë me gojë hapur, më ka surprizuar për shumë mirë, një Julian Shehu të shkëlqyer. Pra nga kjo pikpamje dhe duke ardhur nga një ndeshje shumë e dobët në Angli, ne morëm 3 pikët, e kishim detyrim përcaktim dhe si thua vazhdojmë përpara. Jo, unë shoh nga veshja jote që ti po bëhesh gati për 2026, pra për botrorin Kanada, Amerike dhe Meksik, apo jo. Por ëndra do të jetë me këmbë tokë, apo jo. Sepse edhe formula e kualifikimit është pak e komplikuar, pra nuk ke shumë shanse, janë më të vështira shanset nëse deli dyti. Botrorin do të na e privatizoj Donald Trumpi, kupton, edhe mirë po botrori është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Meksik dhe në Kanada. Dgjoj, thimi, patjetër që është shumë e vështirë, sepse vendi i parë që unë mendoj që i takon me drejt Anglisë. Lufta për vendin e dytë do të jetë shumë e vështirë. Mirë, unë kam përshtypjen që pastaj nuk ka asgjë të keqe të ndërrosh për një objektiv, pasi ke shkuar 2 herë në Europian, në shkretë logjike, që ti të shkosh, të kërkosh të bërë gjithçka për të shkuar në botror. Pastaj shkon apo nuk shkon, jam shumë dakord me ty, është një garë shumë e fortë, me pengesa shumë të larta, jo si ato pengesat e Luisa Gegës. E kuptoj, por duke parë skuadrën dje, çfarë përveç nivelit të ulët të kundërshtarit krahasuar me Anglinë, çfarë kishte më shumë skuadra në fushë se ndeshja me Anglinë? Po, dëgjoj, patjetër që kundërshtari nuk bëhet fjalë fare, ne mua vjen keq se ne ishim absolutisht totalisht inekzistent në Angli dhe nuk pretendoja që ne të fitonim në Angli apo të merrnim pikë në Angli, por mund të luanim pak. Ti e the një barazim, e the tek unë, një barazim do ishte 6 pikë për ne, një barazim me Anglinë. Po një barazim me Anglinë, pra po, e thash dhe Anglia i ka bërë bllofet me skuadrat e tjera. Okej, ka një problem, sinjali? Po, okej, besoj të jem shumë shpejt sërish me kolegun e Radio Tiranës, Ervin Baku, për komentuar sfidat. Baku, jemi sërish, po se pati një shkputje të vogël, po. E le tek Anglia i ka bërë bllofet me skuadrat e tjera, aty u ndërprer. U ndërprer sërish. Okej, do ketë një problem. Baku, jemi sërish, tani besoj jemi okej, po. Nuk kemi. Okej, besoj do kemi shumë shpejt sërish kolegun Ervin Baku për të vijuar, për të komentuar ato çfarë ndodh çfarë do ndodh me kombëtarin e Shqipërisë. Baku, jemi sërish, po, okej, Baku. Tani dëgjoj se pasi shputje, jemi sërish pra. E nisim në njëra aty ku the që Anglia i ka bërë bllofet me skuadrat e tjera, kështu që çfarë ishte ndryshe tashmë? Çfarë kishte ndryshe ky kombëtar? Dje kishte ndryshe që kishte përballë një kundërshtar. Jo, përveç kësaj, edhe mënyra e lojës.
Lojtarë, si t'ja the Sheu që ishe shumë okej, Pajaziti shumë mirë, po ashtu? Pra sa luajti? Po Pajaziti shumë mirë, kemi një mbrojtje shumë solide, pash një broj shumë të mirë që mund të luaj dhe Nanç, po mund të luaj dhe Majtas dhe Djaftas. Nga ana tjetër pash dhe Uzunin që u fut shnoj gol, i bën shumë mirë për moralin e tij. Broja urojmë që të vazhdoj kështu në klubin e tij të Evertonit, që të vi sa më i fuqishëm në atë ndeshjen kyçe vendimtare që ne kemi me Serbinë në qershor. Pra kishte shumë gjëra pozitive, kupton, por nuk ka absolutisht asgjë për t'u egzaltuar Thimi, sepse e nënvizoj kishim përballë kundërshtar shumë të dobët. Padyshim Servitja përgatitja për Serbinë, sa dhe Silvinjo, ne po nisim ta studiojmë, por çfarë mendon që do ta gjejë Serbinë këtu në Shqipëri? Çfarë mendon që si do jetë ka shumë muaj deri atëherë, të varet si janë skuadrat, por nëse jemi në të moment, Serbia fitoi, qëndroi në Ligën A kundër Austrisë. Dgjoj, ka dhe nuk ka shumë muaj, domethënë se qershori është në 7 qershor. Dgjoj, unë uroj që ne të luajmë futboll me Serbinë, mos kapi se kur ke një, si thua, kur je shumë i emocionuar nga ana emocionale ose mos futen gjëra të tjera në lojë. Unë kam përshtypjen që po të luajmë futboll, i kemi të gjitha shanset për të rivalizuar dhe për të fituar me Serbinë. Kështu që shikojmë, varet se si do të përgatiten. Duhet një përgatitje shumë speciale për këtë ndeshje, një përgatitje psikologjike që të luhet futboll, e kupton? Mos i kapin se kur je shumë i emocionuar që do të bësh, se do të jetë pesha e publikut, do të jetë pesha e marrëdhënieve, to duhet të lënë jashtë. Kam përshtypjen që duhet luajtur futboll. Dhe po të luhet futboll, presioni do të jetë mbi ata dhe ne do të performojmë shumë mirë dhe do të kemi gjitha shanset për të fituar këtu me Serbinë. Ajo është ndeshja e jonë, kupton? Do thënë, ne kështu scenari për të kapur vendin e dytë nuk është shumë i vështirë, kupton? Ti duhet marrësh dhe 9 pikë me Andorën atje dhe 2 ndeshje me Letoninë, të mundësh Serbinë këtu dhe të shpresosh për një pikë që ti marrësh Anglisë këtu. Nuk ka shumë llogari, po, është e vërtet. Ndërkohë, dua ndalem Baku tek sfidat e tjera, ato të Ligës Kombeve, kur tashmë kemi 4 gjysmëfinalistë përballë Gjermani, Portugali, Spanjë, Francë, si këto përballë çerek finale. Fillimisht përplasjet mes Francës, Kroacisë, Gjermanisë, Italisë, Portugali, Danimarkë dhe Spanjë, Hollandë. Franca fitoi dhe shkoi me penallti dhe Didier Deschamps bë trajneri i dytë në historinë e futbollit evropian me më shumë fitore, 106 fitore. I pari është Joachim Löw me 124. Deschamps ka dhe 15-20 ndeshje deri në përfundim të kontratës tij me asaj që do të largohet në fund të kampionatit botror. Ishte interesante edhe Spanja me Hollandën. Gjermania me Italinë e bën një thriller. Nga 3-0 shkoi 3-3, ishte gati për shkuar 3-4. Do thënë janë interesante, këto janë shpikjet e UEFA-s për të patur kompeticione sa më shumë, për të ngjeshur sa më shumë kalendarin, saqë ka sjell dhe pakënaqësi te lojtarët që janë të mbi ngarkuar, shumë të mbi ngarkuar dhe ka nga ata si De Bruyne që kanë ngritur zërin e lartë që kalendari duhet të jetë më pak i ngjeshur. Okay. Do të thënë, është lajm i mirë që Kosova jonë u ngjit në Ligën B. Kjo kështu e pash të Ligë Kombësh. Okej, ndërkohë rikthehemi pak Baku tek kampionati shqiptar pasi rikthehet nesër me 2 sfida. Laçi Elbasani, Tirana Bylis. Si sheh këto 2 sfida, më pas ndalin në tek ato të Intes. Rikthehemi në hallet tona, do të thojë ti, që po, janë ajo Tirana Bylis është një finale, është një ndeshje që vlen 6 pikë. Laçi me Elbasanin do të jetë, si thua, Laçi do atë të bashkohet Elbasanit në vendin e 5, mos ta lejë Elbasanin ata uli poshtë te vetja e tij.
kështu që edhe dy ndeshje shumë interesante. Ndërkohë kemi dy ndeshje si premiera të Final Forit, Final 4 së ardhshme, sepse ditën e njëjtë kemi Egnatia Vllaznia në orën 20 dhe kemi pastaj Dinamo Partizani dhe Teuta Skënderbeu. Të treja sfida shumë interesante. Edhe Teuta Skënderbeu. Dinamo City me Partizanin dhe kemi një derbi që do luhet në Elbasan. Një derbi që do luhet në Elbasan me një skuadër që ka ndryshuar emrin, që kur ta ndryshoj emrin ta heqë dhe atë yllin që ka. Nga ana tjetër Teuta Skënderbeu dhe ajo si një finale si Tirana Bylis është dhe ajo, një ndeshje që vlen 6 pikë. Teuta që është e fundit që do të ka përcjellë Skënderbeu që do t'i bashkohet atyre skuadrave sipër, do të shumë interesante, shumë e ndjeshur, do t'i ndjek me shumë pasion, dashuri dhe kërshëri të 5 ndeshjet. Ti ku do jesh nesër ose pas nesër, Bagu? Nesër kam dëshirë të jem në Vlorë për flamurtari Pogradeci, kategorinë e parë. Ndeshje me kurse pas nesër do jem në Durrës për Teuta Skënderbeu. Okej, nuk do jesh në Elbasan për të parë Dinamo City Partizani. Refuzon. Unë nuk pres të shikoj Dinamon e Tiranës me Partizanin dhe Dinamon e Tiranës me Tiranë. Okej, Bagu, ndërkohë kemi edhe sot disa sfida kualifikuese ku spikat Maqedonia e Veriut me Walesin, paktën fqinjën tanë, dhe Malizi me Ishujt Faroe. Maqedonia e Veriut me Walesin sot. Po, Izraeli me Norvegjinë. Po si ishe? Patjetër do t'jem dhe sot në ora 1 natës, pra mbas orës 12 sot është një sfidë Argentinë-Brazil. Po. E jashtëzakonshme, lexova në shtypin francez që Rafinha kishte deklaruar që do t'i mundim Argentinasit edhe brenda fushës, edhe jashtë fushës, po që e nevojshme. Domethënë një skandal i vogël që si jashtë fushës, çfarë do thot me jashtë fushës pra? Okej. Po pikërisht. Dgjoj, Maqedonia e Veriut, Walesi patjetër Maqedoninë, aty nuk ka shqiptar, jemi me zemër me shqiptarët tonë. Por si duket Maqedonia e Veriut në këtë nisje të këtyre eliminatorëve? Ka element shumë të mirë. Po, ka element shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë. Po nuk do t'jetë lehtë përballja me Walesin, por kam përshtypjen që do t'jetë. Nuk është më i Walesi dikur shumë Gareth Bale, domethënë duhet kuptuar dhe ajo. Jo. Ose ti the Gareth Bale, unë do thoya nuk është ai Walesi me Jan Rash. Okej, patjetër. Bagu, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty. Të uroj një vim ditë sa më të mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej. Ndërkohë të ndalemi shkurtimisht në disa zhvillime tjera pasi